Kultura si motor zhvillimi, identiteti dhe integrimi europian është filozofia mbi të cilën është ndërtuar strategjia kombëtare e kulturës 2026-2030 e prezantuar nga ministri Blendi Goxha. Nëse deri më sot fokusi ka qenë kryesisht tek mbrojtja dhe restaurimi i trashëgimisë, dokumenti i ri synon ta kthejë kulturën në një motor zhvillimi. Në fokus mbetet trashëgimia kulturore ku parashikohen investime në restaurim, konservim dhe menaxhimin modern të monumenteve, muzeve dhe siteve arkeologjike, si dhe përfshirja më e madhe e komuniteteve lokale në ruajtjen e tyre. Kjo është një strategji që sjell, si më thënë, konceptin nga thjesht mbrojtja e trashëgimisë tek ekonomia e kulturës. Kjo është një strategji e cila flet shumë dhe merret shumë me kalimin nga ideja vetëm e financimit publik te financimi dhe i bashkëpunimit me privatët, pra mundësia e gjenerimit kulturës përmes privatëve, të cilat do të gjenerojnë muze, do të gjenerojnë kulturë, do të gjenerojnë qendra, do të gjenerojnë projekte dhe programe të cilat nuk mund t'i bëjë dot i vetëm buxheti i shtetit. Strategjia vendos gjithashtu kulturën në funksion të procesit të integrimit europian. Në të ndërthuren politikat shqiptare me standardet e Unionit, UNESCO-s dhe Këshillit të Europës, ndërsa theksohet edhe transformimi i institucioneve kulturore, duke marrë shembull nga reformat e muzeve europian. Është shumë e rëndësishme se ai takon kulturës si një pjesë qendrore, si një bosht i përpjekjes son për integrimin europian. Sot, në momentin që ne jemi, kalojmë nga një moment i një administrimi apo mbijetese të institucioneve kulturore tek institucione praktikisht të cilat janë me një menaxhim të nivelit modern, me standarde ndërkombëtare, me standarde bashkëkohore. Strategjia është rezultat i një procesi konsultimi me institucione shtetërore, organizata kulturore, artistë, profesionistë të pavarur dhe ekspertë ndërkombëtar, e gjithashtu lidh ngushtë kulturën me zhvillimin territorial dhe luftën kundër shpopullimit.